Momenti kur tankat fillojnë që të vinë nga fabrika e municioneve drejt shtëpisë tonë, është po Sala Jashari ajo që i ndez eksplozivt edhe tank të shpërthejnë. Në këtë moment, Valdeti e përshkruan si ka qenë hera parë në jetën time kur kam pa njerëz duke fluturu. Sala është një thënie shumë e rëndësishme që edhe për mu është shumë e veçantë, thotë unë pa buk ri, po pa armë nuk ri. Besoj që ushtria shqiptare e Kosovës nuk ka qenë diçka që thjesht ka qenë një fëmijë me një fshat edhe me një moment saktun e ka pas dëshirën për me luftu. Besoj që është një e kaluar më e thellë e mënyrës se si kanë jetu familjet tona, e ngjarjeve të njëpasnjëshme që i ka bu këta djemt për me marrë një hap përpara, edhe besoj që ndër top është patjetër diskutimet e odave edhe mënyrës se si këta janë rritë. Sala Jashari është e vërtet ka qenë një prej grave të para besoj, edhe jam e sigur që ka pas edhe gra të tjera, ndërto unë besoj na e kemi si figurë heroike dhe simbolike, Shot Galicë në gra që e kanë marrë mundësinë për të shfaqur, se unë jam e sigurt që përgjithësi na kemi pas gra që nashta pjesën e tyre të intelektit edhe nga dishmërisë nashta e kanë tregu më shumë brapa çështjeve ose veprimtarive të tjera që kanë ndodhur në vendin tonë. Sala ka qenë pjesë e demonstratave gjithashtu edhe ka qenë dikush që vazhdimisht djemt e UÇK-s, unë këtë radhë po e qthi edhe babën, Axhen, Adem Jasharin, këta si grup së bashku, kanë qëndruar shpesh në familjen tonë, odën tonë, edhe në momentin kur këta nuk kanë pas mundësi për më shku në një vend saktun me marrë informacione, e kanë dërgu Sala Jasharin, se sigurisht serbët në atë periudhë nuk e kanë mendu që edhe gratë pashto kanë me pas këtë ndjenjën e guximit për me shku me marrë informacione, edhe mi sjell për mi tregu djemve të UÇK-s se çfarë po ndodh realisht në Skënderaj ose në vende të tjera. Sala është një thënie shumë e rëndësishme që edhe për mu është shumë e veçantë, thotë unë pa buk ri, po pa armë nuk ri. Edhe kanë tregu vazhdimisht që i kanë thënë familjes po pse Sal po mban armë, ajo gjithmonë ka qenë fanatike e mbajtjes të armës, edhe ka qenë njohse të gjitha armëve që i ka posedu ushtria shqiptare e Kosovës. Madje Ilir Shaqiri me një këngë i këndon Tringa e Prekazit edhe thotë pushka e nënës Sal qëllon vetëm në ballë, se besoj është diçka që është rrit bashkë me këtë historinë dhe patriotizmin. Unë mundona gjithmonë me qenë empatike dhe më mundu me kuptu prap edhe të çështja e Sala Jasharit, anjëse si gjyshe, i kam pyet motrat e saj pak a shumë çysh ka qenë fëmijëria e Sala Jasharit, edhe tregon thotë edhe Sala si e re, fillimisht ka qenë shumë e mirë në shkollë, po e ka dashur shumë historinë. Edhe sa herë që ka pas mundësi, shoqeve të saj ju ka tregu për historinë e vendit. Kështu që tash kur e ndërlidh prap, po e them është mënyra që është rrit Sala, nuk ka qenë rastësishme që kjo ka marrë një ditë ku gjitha ajo përpjekje të kuptuarit historisë dhe promovimet të historisë do ta ndërtonin një emër shumë të rëndësishëm të historisë sonë si Sala Jashari sot. Po, në të vërtet, tash deputete edhe me që na e ngritëm këtë temë, unë besoj kemi nisë për sëmbare, me që e thatë një gjë shumë interesante që Tringa e Prekazit, Sala Jashari dhe e gjithë rezistenca heroike e familjes Jashari në përgjithësi, ju mundeni me pas tash afërsi për shkak të gjakut. Po ata e kanë kriju rrëfimin ma fasionues dhe ma frymëzues për gjithë kombin, sepse tash ata i takojnë gjithë kombi. Domethënë na kur i ndëgjojmë këto rrëfime, siç vetë heroina Sala Jashari i ka marrë mësimet e saja për historitë e kombit, na jemi në çatlin duke shtu ma shumë rrëfime edhe pej veprimtarive të këtyne herojve e heroinave, edhe jemi në një farë forme duke u brymzu me këto rrëfime dhe këto ngjarje. Tash, thënë këtë, gjithherë shkon të u bo ma fasionuese, sepse na e dim që rezistenca historike e 5, 6, 7 marsit ka prodhu mandej edhe intensifikim të veprimeve e akteve të vetë ushtrisë shqiptare të Kosovës,
edhe ka shpërthy në një rezistencë edhe shumë atë madhe, pavarësisht që ushtria jugoslave kish mendu që do me këtë shfarosje, le ta themi, edhe shtypje të asaj rezistence, kish mendu që neve na ndalë, si me thonë, edhe rezistencat e ashme. Në 5, 6 dhe 7 mars të 98-ës, kur e ndëgjojmë rrëfimin në plotni dhe kur shohim detaje, ato shkojnë duke u bo edhe ma emocionuse, edhe ma frymëzuese, si tek rasti i heroinës Sala Jashari. Unë kom dëgju një rrëfim që besoj ju mundeni me ma konfirmu, shpresoj që nuk e kom gabim, që me që ngjarjet edhe ndërlidhen, me që heroina Sala Jashari ka qenë përdoruesve dhe njohëse e armëve, thuhet që kur i kanë hjek rënojat dhe i kanë gjetë trupat e të ndjerëve, në vendin ku e kanë gjetë trupin e heroinës Sala Jashari kanë qenë të vrarë edhe 2 policë të forcave jugoslave, që gjasat janë gati 100% që vetë heroina Sala Jashari ka ekzekutu ata policë të ushtrisë jugoslave. Të isha me ditë veç, dhe më thënë, qysh tu ka transmitu të që kjo rrëfim edhe sa është. Po, kjo është e vërtet. Unë e di saktë edhe në pjesën ku është gjetur trupi i Sala Jasharit pas vdekjes së saj. Dhe momentin kur Hamit Jashari ja tregon familjarëve të tjerë që kanë mbetur të gjallë që Sala e një farforme e dha shpirtin e saj për vendin e saj. Po edhe një pjesë tjetër shumë e rëndësishme është që familja Jashari në përgjithësi si lagje, ata gjithmonë kanë qenë të përgatitur që shumë shpejt diçka do të ndodhte. Sepse ne e dim që ka pasur edhe tentativa të tjera që ushtria serbe e kanë pasur si ide ose qëllim që gjithmonë ta shuajnë familjen Jashari. Kjo për shkak që në vitin 91 forcat serbe dhe policia serbe në përgjithësi kanë marrë informacione të sakta se kush prej djemve të familjes Jashari ka shkuar në Shqipëri që të trajnohen, ndërta është OGM Sahit Jashari, Adem Jashari dhe shokët të tjerë. Në përgjithësi në lagjen Jashari, familja jonë, shtëpia jonë është në radhët të para të lagjes. Edhe, do më thonë, Sahit Jashari ka qenë një prej personave, prej shokëve të ngushtë Adem Jasharit, edhe çdo veprimtari e kanë bo së bashku. Çdo herë këta e kanë ditë që janë cak i policisë serbe në përgjithësi, edhe babi e ka përgatit një teren, një farforme që nëse ndodh diçka, i ka përgatit eksplozivt, pak më larg se shtëpia jonë, edhe i ka tregu gjyshës që në qoftë se ndonjëherë të nevojiten, duhesh vetëm me ishti në rrym, edhe ato ndisen. Momentin kur në 5-6-7 mars me datën 5 saktësisht, kjo është një ngjarje që po e citoj Valdet Jasharin, i mbjetoni familjes tonë. Momenti kur tankat fillojnë që të vinë nga fabrika e municioneve drejt shtëpisë tonë, është po Sala Jashari ajo që i ndez eksplozivt edhe tank të shpërthejnë. Në këtë moment Valdeti e përshkruan si ka qenë hera parë në jetën time kur kam pa njerëz duke fluturu. Edhe tash në qoftë se Do më shen në thënë nuk janë dy perspektivën. policë siç pretendovam, besoj janë shumë Jo, ma shumë ai me ka që qenë në pjesën eksplozivi. në momentin e fundit kur është ra Sala Jashari për shkak që serbt pas vërshimeve të mëdha me plumba edhe me mjetët të tjera që ata i kanë pas, se krahasimi i luftës ka qenë shumë i padrejtë. Këta kanë qenë në numër shumë i vogël i lagjes edhe kanë pas shumë më pak armë në krahasim me serb. Thuhet që dikun mbi 4000 forca serbe kanë rrethëku familjen Jashari në tërësi. Edhe po Sala ka luftu deri në momentin e fundit, kjo edhe më fund e dëshmon kallashi i fundit që e kena gjetë në vitin 2024, gjë që dëshmon njëkohësisht që ende s'është bërë mjaftueshëm në aspektin e historisë edhe gërmimeve, për më mujt me para realisht çfarë ka ndodhur. Kështu që në vitin 2024 kur e kemi gjetë këto si një trashëgimi e kësaj historie, kemi pa që nuk ka pas asnjë plomb brenda saj, gjë që dëshmon që secili prej familjes Jashari kanë përdorur të gjitha plumba deri në momentin e fundit në atë formë që të bëjnë rezistencën e tyre. Është shumë interesante, deputete, se na veç nisëm me fol për sekuencat e historisë që na frymëzojnë neve dhe të rezistencave
historike po ashtu të kombit tonë. Edhe shumë interesante, unë për vetin goxha shumë këngra psetike. Edhe momentin unë e kom ditë, sa thash, jo me sigurinë maksimale, e kom ditë që heroina Sala Jashari në fakt ka ekzekutuar ata policë me Kalashnikov, po kjo më thonë është e vërtet, ama nuk e kom ditë pjesën e ndezjes së eksplozivëve. Edhe kjo si analogjie e ngjarjeve për shembull është shumë e afërt me Osokukën. Osokukën kur e rretoi në Kull, edhe sheha që nuk ka pushtim më, bashkë me vetmin bashkëluftar që i mbetet, i ndez këtë barutin që e grumbullon edhe i çon në ajër kështu forcat malazeze të asaj kohe edhe vetën. Kështu që kjo është në fakt ajo trashëgimia që na duhet me rujt, po them kështu si të ballit. Edhe me shërby brezat tashën, po. Diçka që mu më duket shumë inspiruese, se mundona me qenë edhe objektive, ka shik anise kjo histori është e familjes time, mundona me ndërlidhe dhe shpesher më duket e pabesueshme. Edhe sa herë që unë shoh babën tem, edhe kujtoj që ka qenë general lufte, një prej themeluesve të UÇK-s, edhe krahasimin me jetën sot. Dhe pastaj ndalim dhe them, wow, çfarë të kaluar e kam pas kjo gjenerat, që për neve është e pabesueshme shpesher. Po babi ka qenë një prej udhëhecëve, në fakt udhëheqësi kryesori betejës në Likoshan, edhe ku është plagosur me plot 4 plumba, me 2 plumba përpara, është i plagosur me 6 plumba në tërësi, gjatë periudhës së luftës. Edhe kjo ka qenë një prej arsyeve që babi mbetet në tic për shkak të gjendjes së tij shumë të përkëtësuar. S'mundet me marrë pjesë në rrethimin. Me datën 4 mars ka qenë takimi i fundit i babit me Sala Jasharin. Tash mu më tregon motra e gjyshës, edhe thot, në atë moment i kom thonë Salës rridhe një natë. Edhe ajo thot, jo, se i kom premtu burrit që kena me vdek bashkë. Edhe pak a shumë tash edhe Ademi kur shkon, pas gjyshës u shkruajt Ademi për me vizitu babin me shokë të tjerë. Edhe në këtë moment babi ja dorëzon kreditorëm që i ka Adem Jasharit, edhe thot nëse mundesh lutem dërgoja familjes. Edhe në atë moment edhe Ademi thot, po më duket që ja ka nis tu ardhë halo ma shumë forca serbe dhe duhet mu pregadit një farë forme. Kështu që ky ka qenë momenti i fundit ku Sala kthehet, edhe kallashi i fundit që u gjet 2024-ën është po ashtu kallashi i fundit që Adem Jashari prej Musës, babës, ja dërgon familjes tonë që mu përdor gjithçka që kam pas për me bo këtë rezistencë.